Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings, we can ride it out, no time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings Club, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Për të festuar 1000 vjetorin e mbretërisë së tij, Sky e ftoi Bloomin në Iraklion. Klubi Wingsave nuk e di akoma, por një kurth i frikshëm i pret ato. Bloom! 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 Çfarë ke kështu, Blum? Përse je kaq e mërzitur? Mund të na e thuash, ne jemi shoqet e tua. Largoni më lindërat, nuk dua të flas me ju. Ju lutem, ndaloni. Nuk duhet të vinë tur për atë që nuk je. Nuk është pa yt që ti nuk mund të bëhesh një zan e vërtet. Një zan Enchantings Bloom, kështu e quajnë. Zana të vërteta si ajo. Ç'keni Bloom? Blum, zgjohu. Çfarë ke ndjeshmje? Jo. Gjithçka është në rregull, Blum. Ej, Oh, Leila, sapo pash një ëndër të keqe. je thjesht nervoze për festën e Skyt. Me pak fjalë dua të them që nuk ndodh çdo ditë që të kalosh kohë me prindrit e të dashurit tënd, sidomos kur prindrit janë mbreti dhe mbretëresha e Eraklionit. E po, unë jam e shqetësuar se çfarë ata do të mendojnë për mua, Stella. Po sikur të mos më pëlqejnë. Ata do të të adhurojnë. Po ashtu si edhe unë. Mua. Hej, ju të dy, mjaft me kaq, si thoni? Çfarë janë këto? Asnjë mos të shqetësohet. Kjo është mënyra jonë tradicionale për të mirëpritur të ftuarit tanë në fest. E po, kjo po që quhet një mikpritje mrekullueshme. O, Timi, nuk është e mrekullueshme? Andjehesh e lumtur? Oh, po, dhe do t'jem akoma me lumtur kur t'ulemi në tokë shëndoshe mirë, shiko rrugën. Unë dëgjova se do të ketë një orkestër shumë të madhe. Po, ke të drejtë. Unë dëgjova se torta do të jetë rreth 10 metra e E lartë. vërtet edhe kjo? Dhe unë dëgjova se çdo i ftuar do të marrë një biçikletë të re qiellore. Po, këtë ku e dëgjove? Në fakt, këtë gjë e trillova, por nuk të kushton asgjë të ndrosh. Ja ku është pallati mbretëror. Wow, është magjepsës. Jam shumë e emocionuar. A do të qëndroni me mua? Ti mund t'ja dalësh mban shumë mirë edhe pa ne. Tani je një princeshë e vërtet. Oh, mjaft, Stella. Mua tani më duhet të shkoj sepse prindrit po më presin, por do të shihemi vërtet shumë shpejt dhe mezi po pres për këtë.
Gjithë kjo sjellje ëmbëlsore po më bën me dhimbje stomaku. Unë mendoj se është romantike. Miru pafshim! Sky, prit, ne nuk e dim nga duhet të shkojmë. Po tani çfarë do të bëjmë? E po t'ju them të drejtën, nuk e di çfarë keni në mendje ju, por unë do të vesh fustanin tim të mbrëmjes dhe do të filloj të kërcej. Si thoni të ngrem një dolli? Wow, gjithçka është kaq e mrekullueshme. Madhëria e ti mbreti Uinetka dhe mbretresha Lindli e Romulias. Madhëria e ti mbreti Redius i Solarias dhe kontesha Cassandra e vajza e saj. Qënka baba im, do të doja shumë të flisja me të. Qënka edhe njerka së bashku me vajzën e saj të tmerrshme dhe unë kam 1-2 fjalë për t'i thënë. Stella, prit. Mos u nxito. Harrove si na dëboi babai yt nga pallati. Mendoj se ai është akoma në ndikimin e asaj magjie. Nuk më intereson. Unë nuk do ta lejoj Cassandrën të sundoj Timat në atë mënyrë, në rregull. Stella, jo, ndalo. Mos u bëj budallaqe. Unë jam princesha e Solarias dhe ato lakmitaret unë vendin tim. Ka ndonjë problem, Zënjush? Çdo gjë në rregull, zotëri. Shoqja jon thjesht po bënte shaka, pa problem. Dhe në fund madhëritë e Iraklionit, mbreti Erendon, mbretresha Samara dhe princi Sky. Roft Iraklioni, jetë të gjatë mbretit. Dhe një dolli për Prince Skyn, për një të ardhme të lumtur dhe të ndritur. Blum, po të vjen princi yt? Si thua e dashur, je gati për të hapur ballon? Ti dëshiron të kërcejmë para të gjithë këtyre njerëzve? Po, pikërisht ashtu. Dhe pas kërcimit, unë do të prezantoj tek prindrit dhe të ftuarit e tjerë dhe më pas do të bëj shpalljen e madhe. Dakor, pra. Kokën lart Blum, po kalon situatën më të vështirë. Më prit pak sekonda, do të kthehem me njëherë. Ha pra, si isha? Ishe magjishme, Blum. Ishe shumë e mirë, ishe fantastike e dashur. Sky, Po? Përshëndetje Diaspro. nuk kemi parë prej vitesh. Në këtë mënyrë përshëndetet një mëngjes e vjetër? Po, unë... Sepse ne kemi qenë miq të mirë më parë. Madje edhe diçka më shumë. Dëgjoj, ajo është një histori e vjetër Diaspro, dhe vërtet që unë nuk dua të flas fare për të. Mirë, në rregull. Atëherë le të pim një dolli të fundit për nderin tënd. Apo jo? Për lumturinë tënde, Sky. Dhe kjo për lumturinë tënde, Diaspro. Dhe tani duhet të më falësh sepse kam një njoftim vërtet të rëndësishëm për të bërë. Baba, mundem? Sigurisht, birë, të dashur miq, vëmendje ju lutem, në këtë ditë festive të 1000 vjetorit të mbretërisë son, djali im ka një njoftim për ju. Ky është momenti, Blum. Vetëm më mbani nëse më bie të fikët, ë? Faleminderit të gjithëve që jeni këtu dhe që po ndani me mua këtë moment të mrekullueshëm. Doja që të gjithë të njihnit vajzën më të ëmbël dhe më të bukur dhe më të ndjeshme të gjithë dimensionit magjik. Wow, që nga me të vërtetit dashuruar. Qëllimi im është të bashkoj fatin tim me të sajnë dhe të kalojmë të dy jetën së bashku. Miqtë e mi, më lejoni t'ju prezantoj me princeshën Diaspro. Çfarë më ndodh kështu?
Magjia e valtorit funksionoi dhe më në fund je imi. Po e dashur. Unë nuk mund ta besoj këtë. Kjo është totalisht e çuditshme. Ai është i çmendur. Kjo nuk është gjë e mirë. Po ai vetëm më mashtroi. Si mundi të më bënte këtë? Mbaje veten Blum, duhet të ketë patjetër diçka të ligë pas kësaj. Djas pro dikur ka qenë e dashura e tij. Ndoshta gjithë këtë kohë ai ka menduar se më donte mua, por në të vërtetë mendonte vetëm për të. Nëse kjo gjë është e vërtetë, Sky është ngatëruar me njerëzit e gabuar. Do të bënte mirë të vinte këtu në këtë moment edhe të na jepte një shpjegim përpara të gjithëve. Më fal, po ku mendoni të shkoj? Dal në vend. Ajo s'donte të lëndonte, më kupton? Thjesht është shumë e shqetësuar. Po, ne të gjitha jemi të shqetësuara. Ato duan të më kapen. Ato janë të rrezikshme, Sky, janë të rrezikshme. Ndaloj. Të rrezikshme. Ato janë shtriga, Sky, janë pasuese të valtorit. Më dëgjoj, dashur, dhe bëj si të them unë. Roje, arrestojni me njëherë ato shtriga. Biri im, çfarë po ndodh? Ajo vajza është një nga spionet e valtorit. Ato janë shoqet e saj. Duhet t'i ndaloj me njëherë. Shpejt në pozicion, shpejt! Shpejt, ti, rrethoj nga ana tjetër. Ti kapin. Është një gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Mendon se do të besojnë? Duhet të largohemi me njëherë që këtu. Stella dhe shoqet e saj me sa duket e pas kanë dhënë ti futje në telasha. Normal, ajo shkolla për zana nuk i mëson fare si të sillen në mënyrë të përshtatshme. Roje, ndiqini! Kapini shpejt! Ç'po ndodh? Shtriga. Krejt papritur të gjithë filluan të mendojnë që jemi shtriga. Duhet të jetë magji e zezë. E njëjta që u përdor në festën e Stelës. Shpejt, zitoni, shpejt! Hapini rrugën, largoni që këtu. Ej! Frika dhe mashtrimi janë armët më të fuqishme. Një magji e zezë përkon plotësisht me ambicje në një vajze ambicioze. Do t'ishte e mirë si triksja e katërt. Mos u shqetësoni, thjesht po ju ngacmoj pak. Tani qetësoni dhe shihoni shfaqjen. Ju urdhëroj të ndaloni tani! Ose për ndryshe çfarë? Vërtet, duhet ta pyesni. Ne duhet të luftojmë me ta. O, Nela, s'është faji ushtarve. S'mund t'ju bëjmë keq atyre. Unë pranoj mendimin e Florës, ata thjesht po ndjekin urdhrat. Keni të drejtë. Gjithsesi, unë e di që mund të ikim prej këtej edhe pa luftuar. Oh, po si? Duke kërkuar leje si zanat e edukuara që jemi? Ha? E mbani mend se çfarë na ka mësuar Palladiumi lidhur me shëtitjen në një vend të panjohur? Mendoj se duhet ta zbatojmë atë në praktikë. Hej, po tani nga shkuan? Ky labirint është shumë i madh. Nga kjo anë, shpejt, nxitojmë! Nuk do t'i kapim dot kurrë ato! E bllokuar. Le të hapim një rrugë këtu! Forca, quajni! Nga kjo anë! Do të përpiqem t'i ndaloj këta djemt në mënyrën më natyrale. Çfarë? Është e kot, nuk mund t'i ndalojmë. Tërhiquni, me njëherë! Shumë mirë, Flora, të lumt. Ambientalistët kundër ushtarëve të këqinj 1-0. Ju bët një gabim shumë të madh që erdhët këtu, shtriga. Shumë mirë, po tani mund ta përdorim magjin kundër tyre? Vetëm i lini mua. Mos mendoni se jam i impresionuar nga hilet tuaja. Por ti akoma s'ke parë se ç'mund të bëj, Leila. Enchanted! Enchanted! Magical powder! Magical power!
magjike do t'jenë të mjaftueshme për t'i ndaluar. Unë s'do ta bëja po të isha në vendin tuaj. Po ju paralajmëroj që çdo goditje që merr Morfix do t'ju kthehet mbrapa 2 herë më e fuqishme. Uluni! Ejani, eja të kthehemi në anije. Blum? Shkoni ju, unë do të vi pas pak. Sky, por çfarë të ndodhi kështu? Si ma bëre këtë? Ku ka shkuar gjithë dashuria jo? Ku ka shkuar ti, Sky? Mbyll e gojën shtrig, nuk dua të dëgjoj, mbyll e gojën. A ti? Kam për të kapur shtrig, s'kam mbaruar akoma me ty. Më në fund, ja ku jeni. Futuni brenda. Flora! Oh jo! Në kohët e shkuara, shtriga dënoheshin me zjarr. Këtë dënim kam rezervuar edhe unë për ju. Stella, ti dhe vajzat kujdesuni për Florën. Unë do të merrem me Skyn. Flatrat magjike! Mos u shqetësoni, do kujdesemi ne për Florën. Tradhtar, këto shtriga ju kanë bërë magji juve. Se kam iden fare se çfarë po flet shoku, por e di çfarë ti po sille si një idiot i vërtet. Këtë e ke për të kujtuar që nuk jemi më shok. Brandon! Ja mirë, Stella, vetëm djenja ta arriti të më lëndonte. Po çfarë ndodhi me Skyn? Ja ku janë! Timi, fute Florën në anije dhe bëj gjithçka gati për t'u nisur. Stella, Musa dhe unë do të merremi me këto harduca fluturuese. Ato janë shtriga, janë pasuese të Valdorit, duan të më kapin. Nuk kemi kohë për të humbur. Duhet t'i çojmë të ftuarit në një vend të sigurt. Merrem unë me ta. Të gjithë nga kjo anë! Të gjithë të rini të qetë! Radius, merru me të. Na largo prej këtu tani. Por madhëria juaj. Bëj si të thash. Mbreti Radius nuk ka ardhur akoma. Nisu me një herë, është urdhër. Cassandra! Prit! Cassandra! Babi!
Stella, jo! Oh, jo! Sturi diellore! Ha! Jo, babi! Oh, jo! Stella! Stella, çfarë ndodhi, Stella? Të lutem, vogëlushe, përgjigju, fal, të lutem! Më përgjigj, vogëlushe, fal! Të lutem, fal, bi! Stella! Pra Stella shpëtoi të jatin dhe fitoi fuqitë e saj magjike. Sakrifica e saj e realizoi këtë gjë. E njëjta gjë siç ndodhi me mua. Në sul! Kjo është vetëm një gjysmë fitoreje, por të paktën Sky është në zotrimin tim. Wingsat janë kundërshtar më të fuqishëm nga sa e mendoja, por ato akoma nuk e din çfarë kam ruajtur për to. Të dyja lam diçka pas, apo jo? Të dyja lam pas një pjesë të zemrës tonë, Stella, por unë të premtoj që do ta rifitojmë përsëri atë pjesë. Dashuria e Skyt për Bloomin është zhdukur përgjithmonë. Magjia e valtorit e bëri efektin e saj. Ndërsa Sky njofton martesën, Bloomi kupton që e ka humbur përfundimisht sfidën me zemrën. If you're awake, there's a place for you.